Ulqin Biznes Asociacioni, Biznes Klub Anamalit dhe Televizionit Teuta organizuan trajnim për çështje publike për lider të rinj. Në këtë trajnim morën pjesë rreth 30 kandidat ku pjesëmarrësit të këtij trajnimi janë të rinj që kanë dëshmuar se kanë potencial leadershipi për të qenë në krye të karrierës që kanë zgjedhur. Trajnimi është organizuar 2 ditë të shtunën dhe të dielën në hotelin Mediteran, shpenzimet e të cilave janë mbuluar nga organizatorët. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar ligjërues, të nderuar kryetar, të nderuar bashkëorganizator, mirë se keni ardhur në një eveniment tillë, të cilët prej sot e tutje duhet të rinjtë tanë të mundsojmë aftësimin e tyre si lider në trevat tona. Mendoj që ka ardhur koha që moshatarët e mi dhe më të vjetrit të alshojnë vendin të rive, por të rive jo për arsye që janë të afërtit tonë, janë njerëz të cilët ne i adhurojmë, por të rive të cilët dojnë të punojnë dhe kanë afinitet të jenë lider. Mendoj që të gjithë sot e tutje kemi filluar një hap të ri për gjithë ju. Është nder dhe kënaqësi që bëm të mundshëm organizimin e këtij seminari të përbashkët Ulqin Business Klub Anamalit dhe Ulqin Business Asociacioni, Business Klub Anamalit dhe TV Teuta, me temën trajnimi i liderëve të rinj për çështje publike. Seminari i cili do të zhvillohet sot me synimin për të krijuar mundësi për edukimin e udhëheqësve të rinj, jo vetëm në politikë, është një hap shumë i rëndësishëm për të ndërtuar të tashmen, por sidomos të ardhmen e shqiptarëve në martëzi. Shqiptarët në martëzi i presin sfida jo të vogla në njërin anë, por të ruajnë zhvillimin e identitetit të tyre, por në të njëjtën kohë për të integruar njëkohësisht në 3 binarë, brenda shtetit ku jetojnë, brenda kombit shqiptar, në kuadër të bashkësisë ndërkombëtare. Dhe kjo sigurisht nuk është e lehtë, prandaj kërkon para së gjithash kuadra të kualifikuar për të përballuar këtë peshë. Mungesa politikës kadrovike në shqiptarët të martëzi, në shumicën e fushatave të jetës, ka qenë një nga të metat themelore të kësaj pjese të rëndësishme të shqiptarisë. Këtë problem e kemi ndjerë sidomos ne që merremi me biznes. Prandaj kemi themeluar shoqatën Business Klub Anamalit, duke pasur si mision përmirësimin e ambientit, për afarizmin dhe për ndikimin në përparimin e standardit jetësor të popullatës. Kam besim të organizimi këtij seminari, përkatësisht rezultatet që do të prodhoj ai, do të ndikoj që të krijohen parakushte për ndryshimin cilësor të kuptimit të domosdoshmërisë për edukimin gradual dhe afatgjat të kuadrave të ardhshme, të cilët i nevojiten, sidomos politikës, ekonomisë, por edhe fushatave të tjera. Unë shpreh bindjen se krijimi i brezit të ri të udhëheqësve është kërkesë e ngushtë për shqiptarët në martëzi, në mënyrë që të zbatohet një politikë e bazuar në punë ekipore, profesionale dhe sa më afër nevojës së qytetarit, duke pasur parasysh dhe konkurrencën në treg që është themel i jetës përpara. Ju uroj punë të mbarë. Kjo është një seminar të cilin Televizioni Teuta në bashkëpunim me BK-n dhe UB-n e ka organizuar pikërisht për ju të rinjt, të cilëve do t'ju jepet, pothuajse është një pikë fillim ku do t'ju jepen mundësitë që ju si liderët të ardhshëm, ashtu siç e kemi titulluar edhe aksionin, t'ju jepet mundësia që të tregoni veten dhe të ecni më përpara çdo kush ndoshta në profesionin e vet. Nga gjithë kjo, shpresoj si Televizioni Teuta, siç ndoshta disa prej juve e dinë, por ndoshta për të gjithë ata të cilët nuk e dinë, do të pësojë ndryshime si në skenografimin, ashtu edhe në kuadrët e veta. Kështu që kjo do të jetë edhe një mundësi për neve të shohim se kush do të mund të ecin dhe kush do të na ndihmojnë në këtë proces që si Televizion Teuta të ecim më përpara normalisht në
zhvillimin e të gjithë shqiptarëve, ku do të jetë si zakonisht theksi veçantë tek popullata shqiptare, sidomos në Ulqen. Uroj punë të mbarë me profesionistët të cilët kanë ardhur nga Shqipëria këtu. Besoj dhe nuk dyshoj që ju do të kaloni 2 ditë së bashku këtu të këndshme dhe do të përfitoni nga rasti që këta njerëz të cilët janë profesionistë në fushën sidomos të mediave të nxjerrni maksimumin nga ata dhe t'i lodhni sa më tepër me pyetje dhe me atë mënyrën se si ju do të përfitoni nga ata. Ju faleminderit dhe punë të mbarë gjatë 2 ditëve. Në pjesën e parë është diskutuar për çështje përmbajtësore si mendimi politik, ekonomia dhe institucionet politike në marrëdhëniet ndërkombëtare si decentralizimi, integrimi evropian e tjerë. Ligjërues në këtë trajnim ishin njerëz të cilët kanë dëshmuar me punën e tyre suksese në fushën e tyre. Mbi mendimin politik ligjëroi Alban Dudushi. Erdha si i ftuar për të folur për përvojën time në media dhe për përvojën time në marrëdhëniet midis medias dhe politikës. Ishte kjo biseda që zhvilluam me liderët e rinj sot në këtë seminar dhe besoj që ishte interesante pasi them që më shumë se sa i dhash unë atyre nga përvoja ime, mësova unë në lidhje me problematikën që ekziston ndërmjet shqiptarëve të Malit Zi dhe në lidhje me prezencën që duhet ketë jeta dhe problematika e shoqërisë së shqiptarëve të Malit të Zi edhe në Tiranë, po pse jo edhe në Prishtinë. Ishte më shumë një shkëmbim mendimesh se si mund të bëhen gjërat se sa le të themi një leksion për atë se çfarë ndodh midis medias dhe politikës. Si e vlerësoni në përgjithësi ju politikën këto në Mal të Zi dhe sa i përket shqiptarëve? Duhet ta pranojmë që politika në Mal të Zi është shumë pak e njohur në publikun e Shqipërisë. Në Top Show ne kemi bërë disa emisione që kanë pasur të bëjnë me çështje apo me përplasje politike midis shqiptarëve të Malit të Zi, por gjithsesi e gjithë kjo është e pamjaftueshme për të pasur një njohuri më të gjerë në lidhje me atë se çfarë ndodh. Kështu që nuk është se unë mund të jap një vlerësim në lidhje me politikën e shqiptarëve në Mal të Zi, përveç asaj që shikoj që ka nevojë ende për ide të reja dhe për angazhime më të mëdha në mënyrë që edhe publikisht politika e shqiptarëve të Malit të Zi mos mbetet brenda kësaj hapësire të 30.000 shqiptarëve që jetojnë këtu, por të jetë le të themi më vizibël edhe për publikun bar shqiptar. Këtu patëm mundësi të ndëgjojmë disa të rinj të cilët kërkojnë një ndihmë nga Shqipëria, të cilët kërkojnë që shqiptarët e Shqipërisë ta njohin pak më shumë gjendjen aktuale të shqiptarëve në Mal të Zi. Çfarë mendoni? Unë mendoj që është një shqetësim legjitim dhe i drejtë që ata kanë, por ashtu siç e thash dhe aty, unë mendoj që gjërat duhet lëvizin nga të dy krahat. Nuk është çështja që vetëm mediat në Shqipëri duhet të jenë të interesuara për atë çfarë ndodh këtu, por duhet dhe shqiptarët e Malit të Zi dhe posaçërisht politika apo figurat publike të këtushme, apo edhe këta lider të rinj të cilët nesër pas nesër do të jenë në pozicione kyçe në fushat ndryshme, nuk është e thënë që të gjithë do të bëhen politikan, duhet të bëhen interesant për media. Në fundit media është një forum i cili vete dhe shkon pas ngjarjes apo pas asaj që ajo mendon që interesojnë publikut. Është një marrëdhënie që ajo ka me publikun në përgjithësi dhe duhet të jesh interesant që media të krijojë hapësirën brenda. Natyrisht që gjërat një herë bëhen me dashamirësi, 5 herë bëhen me dashamirësi, po jo gjithmonë mund të jenë me dashamirësi. Duhet ketë ngjarje që media të jetë prezente. Ndërsa mbi komunikimin strategjik dhe menaxhimin të krizave ligjore, Ulpiana Lama. Ne folëm për marrëdhëniet me publikun, folëm gjithashtu, unë ndala në 2 pika specifike, që mendoj që janë me shumë rëndësi, që është komunikimi strategjik dhe komunikimi në kohë krize, sepse kam vërej që një kompani, një organizat, një institucion humbet ose fiton veçanërisht gjatë kohës së një krize. Aty mundet ta ruaj ose ta dëmtoj përfundimisht reputacionin e vet. Kështu që disa gjëra që unë i kam mësuar përmes përvojës, i kam pësuar në një farë mënyre, pastaj kam lexuar shumë literaturë, kam ndjekur shumë trajnime ndërkombëtare nga mjeshtrat marrëdhënie me publikun, si Alistair Campbell për shembull, që ka qenë konsideroj si kryeministri i kabinetit Blair, ka ndëtur shumë gjatë me Tony Blairin. Jam përpjekur që t'i sjell ato edhe përmes formave të komunikimit të kësaj natyre. U impresionova, më bëri shumë përshtypje cilësia
e këtyre vajzave dhe entuziazmi veçanërisht, cilësia dhe fitohet me kohë. Po entuziazmi është një gjë, një veti që e ke ose nuk e ke. Dhe këta djem dhe vajza të rinj janë premtues. Kjo më pëlqeu. A do të thotë që ata duhet vazhdojnë edhe më tej? Po. Unë jam mbështetëse e të mësuarit gjatë gjithë jetës. Sot ne kemi një fluks pafund informacioni, teorisht të reja që vinë dhe për të qenë ne të rifreskuar me gjithë shka ndodh, jemi në një farë mënyre, në një fshat global jetojmë, nuk mund të mbyllemi në ishullin tonë. Çfarë do lloj gjëje që ndodh që është e rëndësishme, ne duhet ta mësojmë. Dhe që do të thotë kanë përfunduar universiteti, nuk do të thotë që kanë përfunduar studimet aty. Duhet mësojmë gjatë gjithë jetës. Mendoni që do të vazhdojnë të punojnë, duhet vazhdojnë të punojnë. Mendoni që trajnimet të tilla duhet të bëhen më shpesh? Po. Mendoj kur trajnimi është nga persone që kanë çfarë thonë, që janë ekspert fushës tyre, unë nuk mund të flas për ekonominë. Dhe ndoshta ata do të kishin nevojë dhe një trajnim të tillë. Por megjithse unë për shembull nuk jam i personi ekonomist, e kam ndjekur me shumë interes një trajnim që kam pasur për marketingun dhe marketimin, si ka evoluar nga një nga mjeshtat e marketimit në botë, 7P e marketingut. Pra, ka gjithmonë gjëra që mund t'i mësosh dhe janë shumë të rëndësishme edhe këto lloj trajnimesh për të shkëmbyer përvoja. Adrian Lama gjatë ditës pjesëmarrësve ju ofroi mundësinë se si të merren dhe me çështje praktike dhe konkrete për mediat, komunikimin, fushatimin dhe marrëdhëniet me publikun. Po ashtu nuk kanë munguar as analistë të shquar si Adri Nurellari, Edon Qesari e shumë emra të tjerë të njohur dhe personalitetet të shquara nga Tirana. Pasi që trajnimi ka zgjatur 2 ditë dhe gjatë 2 ditëve kanë patur mundësi të mësojnë shumë gjëra të reja se si të bëhen lider në fushat të cilat ata praktikojnë të bëhen në të ardhmen, trajnimin e ka përkrahur edhe kryetari i komunës së Ulqinit, i cili falenderoi një iniciativë të tillë të ndërmarrë nga organizatorët. Normalisht se unë dua të them edhe ndoshta nga përvoja ime, si prej vetit tim ashtu edhe prej disa liderëve të tjerë, jo politik, por në lëvizje të ekonomisë, duhet të dim se, sipas mendimit tim, 2 elemente janë shumë të rëndësishme që të kush të jetë lider. Ajo është numër 1 është dije. Dhe 2 është guzimi. Pa dijeni nuk mund të kush të jetë lider. Të shkoni, të diskutoni me dikën për një libër, qose a tjetër e ka lexuar librin, kurse ju jo, atëherë ju nuk mund të diskutoni. Pra këto janë 2 elementet kryesorë. Dhe kolegët e juaj edhe pritojnë, mendoj se duhet që të kryet fakulteti edhe të gjitha punët i kanë kryer të njëjtave nuk duhet më. Jo, derisa është një gjallë duhet që të lexoj edhe duhet që të mësoj. Normalisht është edhe një element tjetër shumë i rëndësishëm. Janë gjuhët. Por përsëri edhe gjuhët nuk mund të mësohen pa lexim, pa dije. Na kena nevojë, na si shqiptar që jetojmë në Malzi, na kena nevojë që të njohim mirë dy gjuhë. Pra, numër 1 është gjuha jonë shqipe, dhe numër 2 është gjuha malezeze. Por na kena nevojë që të njohim edhe diçka tjetër, se Malizi edhe ne të gjithë tentojmë që të shkojmë drejt Bashkimit Evropian. Pra, kena nevojë që të njohim edhe gjuhën angleze. Përsëri, pra, kthehena tek faktori numër 1, ajo është dija dhe përgatitja e secilit person i cili ka dëshirë që të merret me aktivitete publike, por edhe në profesione të ndryshme, se në secilin profesion, në secilin sektor ka lider. Pra, unë edhe herën duhet të falenderoj pjesëmarrësit, keni pas rast dhe mundësi që të ndëgjoni ligjërues të shquar, pra posaçërisht të botës shqiptare të nivelit më të lartë, dhe besoj që ju keni përfituar personalisht dhe këtë do të dokumentoni edhe në të ardhmen, kurse mu si kryetar komune më gëzon pra momenti se pjesëmarrja juaj kaq e madhe, atyren edhe Ulqini do të ketë një pas të fortë që edhe ju do të jeni sigurisht, unë shpresoj edhe më të mirë se na që jene tash. Normalisht se nuk është në pyetje vetëm Ulqini,
por janë një pyetje edhe shqiptar kudo që janë, edhe Marsia, edhe Plava e Vucia. Pra, ju përshëndes të gjithëve për të gjitha 3 ore shqiptare të marrëdhënie. Në fund të trajnimit, pjesëmarrësit janë pajisur me një certifikat që ndërkohë trajnerët do të përzgjedhen edhe 3 studentë më të mirë që do të përfitojnë shpërblimet materiale.